Sot kena mja u prezentu një prej sete ma të reja që na ka ardhur prej brendit Venici, është Upline 2. është seti komplet me 5 pjesë, plus aksesorët, edhe vjen me një super shpirë. Çka përfshihet në këtë set? Është karroca Upline prej Venicit. Kjo është të mufi, ju tregoj pak ma vonë për to. Është me 3 pozita shtrirje. Kthehet në 2 anë, plus çadra i zgjerohet. Ka një ngjyrë fantastike që ka ardhur. E ka pjesën për me shiku bebën edhe për aerosje. Edhe rrotat i ka me mbushje, edhe me rrotullim 360 shkallë. Nivelin e lartësisë, kjo karrocë ka në bazë kërkesës edhe nevojës prindit. Po ashtu që ka diçka, kjo karrocë shtesë, që karrocat tjera shumë pak e kanë, është nivelin lartësisë të fëmisë. E ullë ma poshtë, ma naltë qysh do që jo e shini të arsyeshme. Tjetër, çka përfshihet me këtë set? Është veshja dimri që vjen bashkë me setin. Është goxha ngrohtë prej materiale më cilësore që dhe mi bo Venici, është brand anglez. Po ashtu vjen pjesa e shtratit që ka një dizajn fantastik. Edhe këto gravimet i ka tepër të bukura. Po ashtu, dyshekun e ka tepër të butë që fëmija më uni sa ma rahat edhe me pas shpinën sa ma drejt. Po ashtu që vjen tjetër me këto është ulësja e makinës. është Venici Tiago. Po ashtu e ka dhe Isofixin. Tash ja u tregoj edhe Isofixin se nuk e kena hap. E ka të çantën për fëmijë. Që e ka dhe shtresën e ndrrimit mrena. Kjo është shtresa e ndrrimit edhe besoj që ka goxha hapësinë të mjaftueshme për me shtit senet e bebës. Po ashtu vjen nailoni shiut edhe rjeta insekteve me setin komplet. Edhe një sen se harrova, është bazamenti Isofix që vjen për ulësën e kerët. Është rrotullues 360 shkallë, edhe që e bën një super set, është që vjen me super shpirë. Ju mirëpresëm Lando.